Ekzekutim mafioz në qendër të Elbasanit. Hishmet Pisha, njeri sapo dal nga burgu, është vrarë me armëzjarri, ndërsa si pasojë e breshërisë së plumbave, ka mbetur e plagosur edhe një kalimtare. Sipas të dhënave paraprake, pisa kryesore konsiderohet hakmarrja. 44 vjeçari i dënuar më parë me 17 vjet burg për vrasje të kryer në bashkëpunim, u ekzekutua me 7 plumba rreth orës 14 të ditës së njëjtë në një lokal pranë zyrës së gjendjes civile. Përpasoj u plagos në këmbë dhe Lindita Çallabej, e cila po kalonte aty rastësisht. Ajo u dërguar me urgjencë në Spitalin Rajonal të Elbasanit dhe po merr ndihmën e nevojshme mjekësore. Nga të dhënat paraprake, mendohet se vrasja është kryer me pistolet, ndërsa mendohet se autori ka qelluar në drejtim të viktimës nga makina e tij me targa angleze KJ 53 LUD. Mësohet se autori ka dalë nga makina dhe pasi është drejtuar viktimës, e ka qelluar 7 herë me pistolet dhe më pas është larguar me urgjencë. Pisa kryesore e hetimit është ajo e hakmarrjes lidhur me të kaluarën e tij, ndërkohë që nuk përjashtohen edhe pisa të tjera të hetimit, sepse viktima ishte pronare e një pike grumbullimi skrapi në Elbasan. Sipas policisë, 44 vjeçari kishte pak kohë që kishte dalë nga burgu. Ai ishte dënuar nga gjykata rrethit gjyqësor Elbasan për vrasje në vitin 2000 dhe nga 17 vite burg ju falen 2 vjet për sjellje të mirë nga presidenti i Republikës në vitin 2010. Policia vion hetimet për zbardhjen e vrasjes.